محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falenderimet, lavdrimet, adhurimet i takojnë vetëm Allahut të mënduar, të falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wasalam është rob dhe dërguari i tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, kemi përmendur se adhurimi ndaj Allahut xhalla xhelaluhu është qëllim i krijimit. Jeta merr kuptim në adhurim ndaj Allahut te barek ve taala. Gjitha begati dhe mirësi që i gëzojmë shijohen ndryshe përmes adhurimit. Madje edhe sprovat që njëri kalon në porton jetën e kësaj bote ndryshe kalohen përmes adhurimit. Andaj adhurimi është qëllim i krijimit, adhurimi i Allahut azza wa jalla është forcë e besimtarit, është burim i inkurajimit, madje është ngjyrim i besimtarit që ai me të identifikohet në brendin dhe në të jashtëmën e tij. Krahas asaj kemi përmendur edhe se adhurimi të ndërlozër e ndërton familjen. Përmes kuptimit të drejtë të adhurimit ne i shërbejmë familjes, ne e ndërtojmë familjen dhe ofrojmë një model të rëndësishëm e të duhur për shoqërinë, mbi bazën e cilit pastaj ndërtohet edhe vetë shoqëria. Gjitha këto dhe shumë të tjera që mund të themi për adhurimin të nderuar janë të argumentuara, janë praktike, janë të dëshmuara. Dhe ne si besimtar duhet të vazhdojmë këtë dëshmi, duhet të vazhdojmë këtë rrjedhë të ndikimit të adhurimit sikur që ka qenë edhe në të kaluarën. Jo rrallëherë fatkeqësisht nga çarçe të caktuara, nga njerëz të caktuar, tentohet që adhurimi të prezantohet si diçka jo produktive për shoqërinë. Madje të ndërlozër fatkeqësisht kohëve të fundit nga një pakicë e zhurmshme, nga disa njerëz që realisht nuk janë në qendër të ndikimit, po tentojnë nga periferia t'ju dëgjohet zëri, flasin fjalë me të vërtetë të rënda të pahishme në raport me besimin e muslimanëve dhe adhurimin ndaj Allahut te bareke ve teala. Nuk na friksojnë fjalët e tilla absolutisht, por as nuk na bëjnë ndonjë problem në jetën tonë. Mirë po na habitin. A është e mundshme që nga mesi jonë, nga lloji jonë, me gjuhën tonë të dalë njerëz e të vjellin fatkeqësisht urrëtie kaq të madhe për shumicën e popullit të tyre, për xhamiat, për besimtarët që falen, për ata që agjerojnë, për gjithë ata që deklarohen si musliman. Nuk është realisht hutbeja për ta, por e përmena kënd për treguar se sa tendenca, sa përpjekje historike, por edhe aktuale, kanë qarkulluar në vazhdimsi për ta njollosur kuptimin e adhurimit, për ta bërë besimtarin të ndihet inferior karshi i adhurimit, madje edhe i kompleksuar për shkak të adhurimit, ndërsa adhurimi është krejtësisht ndryshe. Adhurimi është adresa e kënaqërisë tonë, adhurimi është burimi i jetës tonë dhe i kontributit tonë shekullor në kaluarën, në tashmen dhe do të jetë në të ardhmen. Prandaj ne duhet të vazhdojmë të ndërtojmë konceptin e adhurimit si duhet, e mos ta vëjmë veshin fare, mos të dëgjojmë fare zërat e tillë keqardashës, rënues, fyes, denigrues, pa asnjë turp, pa asnjë argument de fakt, thjesht për të shkaktuar një zhurmë që ndoshta njerëzit që janë pak më të dobët në këtë përkatësi mund t'ju shkaktojnë ndoshta ndonjë pengesë apo problem. Adhurimi ndaj Allahut xhallahu ora në vëllezër gjithmonë ka qenë faktor i rëndësishëm në jetën e njeriu. Dhe gjithmonë njeriu e ka kërkuar adhurimin. Prandaj edhe të kaluarën, në gjitha civilizimet e gjejmë adhurimin prezent në mesin e njerëzve. Ndoshta i deformuar, ndoshta i shprehur në forma të gabuara, por si koncept, si nevojë, si kërkesë
ka ekzistuar gjithmonë në mesin e njerëzve. Prandaj ta ndash njeriu nga adhurimi është sikur se t'ia ndash mishin nga ashti. Është sikur se ta zbrazën nga gjaku i tij. Prandaj ashtu sikur se s'ka jetë pa gjak, s'ka jetë pa trup, s'ka jetë pa zemër, s'ka jetë pa kokë. Nuk ka asjetë përmbajtësore, kuptim plotë, produktive, pa adhurimin dhe Allahu te bareke o taala. Të nderuar vëllezër besimtar, sot shpesh e flasim për me ndërtu vendin ton, duhet me ndërtu vendin ton, madje pastaj edhe fjalë që nuk duhet me errënu vendin ton. Çka nuk kupton me ndërtu vendin? Kryesisht na dëgjojmë për ndërtimin e vendit, ndërtimin e infrastrukturës, ekonomisë, zhvillimin fushat caktuara dhe padyshim se ky është ndërtim, nuk e mohojmë. Por a është ky ndërtimi kryesor, a është ky ndërtimi bazik, a është i qëndrueshëm? Apo është dikun tjetër ndërtimi? Adhurimi të ndërlozër, adhurimi ndaj Allahut azza wa jall, nuk i ndërton rrugët, nuk i ndërton shtëpijat, por e ndërton njeriu, i cili pastaj i formuar, i ndërtuar, i kompletuar, ai pastaj e ndërton me këtë besim përmes të adhurimi vendin e tij. Por ne flasim sot për ndërtimin e rrugëve shumë, për ndërtimin e vendit, ndërtesave, parqeve, zhvillim ekonomik, shumë e rëndësishme dhe nuk duhet më marr kot. Mirë po, kush po flet për njërin? E kemi harruar vetveten, e kemi harruar njërin, kryesorin. Dhe sot matë zhvillimi i popujve dhe avancimi tyre mbi bazën e betonit, asfaltit, madje ndoshta e teknologjisë e punëve tjera. Mirë po, në këtë matje të zhvillimit të avancimit, fatkeqësisht njëri nuk ekziston. Nuk matet njëri. Sa kemi arrit me ndërtu njërin, me formu njërin, me mbush me vlera, me raportet me zvete, me respekt ndaj familjes. Sot a matet zhvillimi dhe ndërtimi i vendit me respekt ndaj prindërve? Fatkeqësisht jo, aftën. Fatkeqësisht jo. Më rëndësi është që të kontribosh në diçka materiale, mirë pa ajo shpirtërorja, ajo moraleja, ajo esenciale që njëri në bën njëri, nuk është në kombinimin e faktorëve dhe njësive matëse për zhvillimin e shoqërive. Andaj adhurimi na kthen në bazën e kriterieve të duhura, na kthen atje ku duhet, nga duhet filluar ndërtimi dhe mbi çka realisht ndërtohet vendi, ndërtohet mbi njëri të mirë. E adhurimi afron njërin e mirë, i cili përmes besimit që e ka në Allahun te bareke o taala, e rregullon të brendshmën e tij, ndërgjegjjen e tij, vetdijen e tij, moralin e tij, përmes sjelljes dhe edukatës, ndërton raporte mira me të tjerët, dhe mentaliteti i këtij besimtari është i ndërtuar gjithmonë mbi konceptin e bamirësisë dhe ikjes nga çdo punë e keqe. Adhurimi të ndërlozur e lufton çdo formë të mëkatit, çdo formë të punëve të këqija dhe insiston që besimtari gjithmonë të jetë bamirës, nga sa ai e di se inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allahu i don bamirësit. Prandaj na duhet adhurimi të ndërlozur ta kuptojmë si duhet, na duhet na mbushen xhamiat, na mbushen zemrat me besim para xhamive, na duhet besimi në Zotin xhallahu ala dhe adhurimi me plot kuptimin e fjalës për të ndërtuar vetveten, për të ndërtuar familjen dhe për të ndërtuar pastaj shoqërinë. Kur e kemi njeriu i ndërtuar, kur e kemi njeriu i mirë, gjithçka pastaj të ndërlozur më lehtë zhvillohet, më lehtë ndërtohet. Ku nuk ka njerëz, çfarë kuptimi ka ndërtimi? Të ndërlozur, adhurimi realisht e lufton edhe çdo formë të fesadit, të prishjes, të çrregullimit, nga se besimtarët se inna Allaha la yuhibbul mufsidin wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allahu tha, mos bëni shkatërrim në tokë, mos e prishni tokën, mos e prishni vendin, çfarë do i formë prishjeje? Nga se Allahu nuk i dën shkatërimtarët, Allahu nuk i dën fesagjit. Prishja më e madhe, shkatërimi më i madh që na ndalon adhurimi është prishja raportet mes njerëzve, futja e fesadit mes njerëzve, futja e urrëties mes njerëzve, lufta mes njerëzve, është fesadi kryesor që Islami lufton përmes ndërtimit të individit dhe adhurimit ndaj Allahut te bareke o taala. Fatkeqësisht sot të ndërlozur, shikoni sa gjuhë e urrëties është për hap mesin ton. Është shqetësuese. Sa let shpallet dikush tradhtar, sa let shpallet dikush dyftërs, sa let shpallet dikush i shitun, e ku e din çfarë fjalë tjera. Ky fjalor nuk na bën derë. Ky fjalor me këtë tension kaq të rrezikshëm, me këtë mbushje të urrëties
që nuk kurset asë një figur, asë një kontribut, asë një kaluar, është shqetësues. Nga se kjo mbjell fesat mes njerëzve, përqare mes njerëzve, tabore mes njerëzve, e ku ka tabore, e ku ka barikada, e ku ka përqarje, s'ka ndërtim vendit. Ndërtimin do të me unitet e me bashkim, jo me luft, e urrëtie, e denigrim, e nënçmime përbuzje të vllau tën, e të këshis tën, e të qytetarit që ti e ndonë me të zbashku vendin, qytetin dhe arin që e thith. Prandaj adhurimi e mësën besimtari që me di si me i trajtu problemet, me di si me i trajtu të metat, por jo me i shëndru në luft kundër tjetrit, por jo me bo fesad në tokë, duke i rujt fillimet raportet me familjen, me individin, me sfqindre dhe shoqis në përgjithësi. Pastaj edhe e ruan vendin dhe e ndërton vendin duke mbjell taj përgjithësin, nga se çdo kush ka diçka në përgjithësi dhe duhet këtë me rujt që shduhet. Pejgamberi më tha, kullukum ra'in o kullukum mes'ulun an ra'iyatihi. Çdo kush nga ju është bari i një kopeje të caktuar. Ruan diçka, ka diçka në kompetencë. Dhe në bazë të kësaj kompetence, dhe në bazë të kësaj përgjithësie, do të jap llogari për Allahut të mëdhenuar. E kjo nuk kupton vetëm paret, pasurinë, por nuk kupton gjithçka. Ta ruash pozitën, vendin e punës, ta kryesh si duhesh me ndërgjegje punën që ke marrë përsipër, rrogën që për të paguash, misionin që ke marrë përsipër, përgjegjësinë që ke marrë, rolin që ke marrë, detyrën që ke marrë, premtimet që i ke dhënë. Gjitha këto duhet me qenë vend, me i zbatu, me dëshmo për kushtim ka shi fjalës që i ke dhënë. Ku e gjejmë tër këtë fuqi për me i bëj gjitha këto? Ku e gjejmë inkurajimin? E ku tjetër pas tek adhurimin dhe Allahut Azhjal. Adhurimin dhe Allahut Azhjal na bën përgjegjës, nga se adhurimi tregon se dunia është kalimtare, ndërsa pas saj ka llogaritën për Allahut Madhuar dhe për çdo të vogël të madh kimë dhon llogari për Allahut Xhallahu Ala. Fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Adhurimin dhe Allahut mëson që rregull në jetën tonë të jetë ky ajet. E kush bën mirë sa një grimës ka me e gjetë, dhe kush bën keq sa një grimës vallahi ka me e gjetë. Ka me gjetë tek Allahu Xhallahu Ala. Ndoshta kamerat se kanë kap, ndoshta syt e njerëzve se kanë kap, ndoshta nuk është zënë në vepër të keqe, ndoshta i ka shpëtu gjyqit, ndoshta i ka shpëtu drejtësisë, ka mundësi. Por si shpëton Allahu Xhallahu. Andaj këtë ndjenjë të përgjegjësisë dhe këtë mbikëqyrje të vazhdueshme të Allahut mbi neve e kultivon e mbjell si duhet adhurimin dhe Allah Xhallahu Ala. Prandaj na duhet një individ i ndërtuar me përgjegjësi, i cili e kupton emanetin që duhet, e di se jep llogari për Allah Xhallahu Ala, dhe një individ i cili gjithashtu i ndërtuar me adhurim mbron vlerat, mbron moralin, mbron edukatën dhe mbi bazën e vlerave jeton, jo mbi bazën e situatës. Nëse kërkon situata me gënjy, gënjen. Nëse kërkon interesi me mashtru, mashtran. E kështu me radhë, i përgjigjet situatës dhe interesit varësisht se si kërkohet. Nuk ka vlera stabile, nuk ka të qëndrueshme, nuk ka një sistem të ndërtuar të vlerave që beson to dhe me to jeton. Por çfarë ka? Ka interes material, ka përfitime të caktuara fsharake dhe mbi bazën e këtij epshi dhe këtij interesi ai sillet, dhe ai vepron, dhe ai reagon. Andaj kjo është i dëmshëm për vendin. Ndërsa adhurimin dhe Allahu Xhallahu Ala ndërton të ndërrullazor sistem të qëndrueshëm të vlerave që besimtari gjithmonë sillet me të tjetë në raport me këto vlera, asnjëherë mbi bazën e epshit apo tekëve të tij personale. Shikoni sa bukur tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, dhe me këtë e përfundojmë këtë hutbë të parë me këtë hadith që të jetë me të vërtetë një mesazh i rëndësishëm për të gjithë neve. Muhamedi më tha: Addil amanata ila man i'tamanak wala takhun man khanak. Çoje emanetin vën dhe krye me përgjegjësi atë që tu ka besu. Ta ka besu dikush familjen, gruan, fëmijët. Ta ka besu dikush detyrën. Ta ka besu dikush sigurinë. Gjithçka që të është besu, të është lënë emanet, tha pejgamberi, çoje me përkushtim dhe besnikëri deri në fund që duhet. E pastaj wala takhun man khanak. E asnjëherë mos e mashtra atë që të ka mashtruar ty. Mos e gënje atë që të ka gënjur ty. Mos u sill një sikurse tjetri, nga se secili sillet në bazë të vlerave të tij që mendon se janë vlera.
Çdo kush të ndërrozur e tregon vetën e tij. Çdo kush e tregon edukatën dhe formimin e tij. Prandaj të tjerët vazhdojnë me shpif, me akuzu, vazhdojnë me tentu me në nënçmu. Është realisht ndërtimi tyne, është edukatë tyne, po të kishin më shumë, diçka më të mirë kishin me dhënë, nuk kanë fatkeqësisht. Ajo që e kanë është sharja, ajo që e kanë është fyrja. Fatkeqësisht që krejt çka kanë nga ndërtimi është tendenca me nënçmu dhe përbuz besimtarët. Fatkeqësisht, dërsa besimtar në kush e tillë. Besimtari ka shumë çka me dhënë, ka shi situatave të tilla që nuk lejon të provokohet e të bie në nivel të ulët të nënçmimit, fyrjeve dhe akuzave. Vazhdon me ndërtimin e vendit, vazhdon me emanetin me presin, duke u frymzuar nga adhurimi ndaj Allahut xhallahu ala dhe duke i mbetur i përkushtuar ti besimit dhe adhurimin, nga se din se është qendror për ndërtimin e tij dhe është qendror për ndërtimin e familjes dhe vendit të tij. Allahu xhallahu ala na bëft adhurues të sinqert ndaj tij. Në mundësoft Allahu xhallahu që përmes adhurimit të ndërtuar në zemrat tona, të ndërtuar në jetën tonë, të ndërtojmë edhe vendin tonë, edhe shtetin tonë, edhe të ardhmen tonë, përmes kësaj fryme të bekuar të shpalljes, përmes këtij misioni që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ndërtoi njeriu, i cili pastaj e ndërtoi vendin dhe solli shembullin më të mirë se si duhet të ndërtohet jeta në emër të besimit dhe përkushtimit ndaj Allahut te bareke ve teala. Kërkoni falje nga Allahu, nga sa Allahu falës. Dhe është me shirua sa kulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu taslima ala khayri khalqillahi ajma'in nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Të nderuar vëllezër, dëshmit praktike para atyre teorike, dëshmi dhe faktet e gjalla që adhurimi ndërton e nuk rënën vendin, dëshmit se adhurimi rënën të keqen, rënën veset, dërsa ndërton kulturën, civilizimin, mbi vlerat e duhura njerëzore, janë të shumta. Nuk ka mundësi ju një hutbe, po ndoshta me 10 të tilla të përfundojnë rrjedhën e këtyre argumenteve. E kaluara jonë e ndritshme si musliman është dëshmi për këtë. Përkundër faktit që dikush tenton me e prezantuar në forma të njollosura, të sakatosura, e forma tjera që nuk shpërfaqin realisht ndikimin e besimtarë musliman në jetën e njerëzve në përgjithësi dhe në zhvillimin e shkencës dhe përparimin e njerëzit. Por ne mbetemi të përkushtuar në fakte, në argumente. E para dhe e dyta, ta ndërtojmë vendin me adhurim, përmes adhurimin ndaj Allahut xhallahu ala. Ta ndërtojmë me atë që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, duke vazhduar tutje me këtë amanet që të parët tanë e bartën me besnikëri me sukses. Ata e ndërtuan vendin dhe ishin agjërueshëm. Ata e mbrojtën vendin dhe nuk e lënë namazin. Ata e ndërtuan vendin dhe nuk e pranuan haramin. E kështu me radhë, shembuj nga e kaluar të shumt që tregon se adhurimi ka qenë gjithmonë pjesë përbërëse e kësaj shoqërie dhe faktor i rëndësishëm në ndërtimin e shoqërisë dhe mbrojtjen e vendit. Vazhdojmë me dëshmi të gjalla, vazhdojmë me këtë rrugtim tutje, duke shtuar edhe më tepër intensitetin e produktivitetit dhe ndërtimit të vendit tonë. Jemi në situata të vështira të ndërlozër, jemi në kohra të liga, ku fatkeqësisht njerëz të ligë tentojnë që ligësinë e tyre ta bëjnë rregull në mes të njerëzve. Ligësinë e tyre tentojnë ta bëjnë të dominuar në mes të njerëzve. Na duhet unitet, na duhet lidhje me Allahun xhallahu ala, na duhet përkushtim, na duhet sinqeritet, na duhet guxim për ta luftuar të keqen, të ligën përmes asaj që është e mirë, nga sa Allahu xhallahu ala na mëson atë që është e mira dhe përmes kësaj e ndërtojmë atë që na bën dobi për kohën tonë dhe për të ardhmen. Muhamedi sa mbetet shembulli jon që me te krenohemi, që hapave ti ecim dhe çdo mësim që ai e kalon realisht është mësim i cili i bën dobi njerëzve, jo vetëm të vendit ton, po botës mbar. Dhe kjo jo vetëm me dëshminë e besimtarëve, por me dëshminë e atyre që nuk besuan në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, por ishin korrekt në raport me biografinë e tij dhe mësimet e tij. Andaj shumë nga ata thanë, po të ishte Muhamedi alajhi gjallë, do të mjaftonte sa një kafe me pi e me rregullu problemet e njerëzimit. Nga sa ata e din ku është problemi i njeriut. E ky problem është te vetë njeriu. Prandaj këtë problem e shohën se duhet adhurimin ndaj Allahut xhallahu ala. Kur e kemi njerëzën e mirë e ndërtuar, gjithçka pastaj ndërtohet
më lehtë, më fuqishëm dhe më mirë. Allahu xhallahu ala na udhëzon në rrugën e drejtë, na përmirësoj gjendjen. Na ruajt Allahu xhallahu ala nga fushatat dashakeqe, nga shpifet e njerëzve të ligë. Në mundësoft Allahu xhallahu ala që të vazhdojmë rrugtimin tutje, me bindje se kjo është rruga e dur, me bindje se adhurimi ndaj Allahu xhallahu ala është garanca për sigurinë e vendit dhe ndërtimin e tij si duhet. Të bindur se me besim në Allahun xhallahu ala bashkojmë zemrat, të i kalojmë keqkuptimet, të i kalojmë mospajtimet, ulim tensionit, ruajmë gjakun ton dhe pasurinë ton, dhe mbigjitha ruajmë rininë dhe të ardhmen ton. Allahu xhallahu ala na ruaj nga çdo i lig e dashakeq, nga çdo dyftyrsi dhe çdo dyftyrësh, i cili ndoshta në deklarimet e tij duket shumë i këndshëm, por pas gjuhës së tij ka errësira të shumta që tenton fatkeqësisht të zbaton agjendat të huaja kundër vendit dhe kundër popullit ton. Allahu i shëroft të smurit ton, ju ndihmoft, ju lehtësoft Allah në dhimbjet e tyre. Allahu a lehtësoft familjarëve kujdesin për ta, dhe Allahu xhallahu ala i mëshiroft të vdekurit ton e na bashkoft bashku me ta në xhennet. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله